Dhe jemi kthy në pjesën e dytë të emisionit. Unë thash që do ta kemi në studio mikeshen ton të vjetër të emisionit Familja Jone, e cila çdo herë i thot po kërkesave tona dhe çdo herë është e gatshme me u përgjigj në pyetjet dhe shqetësimet tuaja. Një prej mikeshave që thash edhe më herët, zakonisht gratë shtatzana, të cilat shpesh i orientojmë te doktoresha Dritë, na thonë që ka pas një qasje shumë psikologjike, që është shumë e rëndësishme që një grua shtatzan, përveç familjarëve që duhet ta trajtojnë me kujdes për shkak të ndryshimeve hormonale, po ashtu edhe mjeku është ai që i jep shtytje pozitive në qëndrime, ndryshime të gjendjeve të saj shëndetësore. Doktoresha Drita Kabashi është tash në studio me mua dhe do të flasim për kancerin e qafës së mitrës. Mirë se erdhe, doktoresh. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë për këto fjalë të ëmbla se rënd. Edhe shpresoj që e egzagerume, çdo gjë realitet, doktoresh Dritë. Faleminderit shumë, megjithëse kuptohet që drejtimi jonë është shumë i ndihshëm dhe kuptohet që sidomos që e ke edhe vetë janë disa qasje, domethënë janë disa raste ku nuk mundemi si tha, domethënë do të me pas një qasje me të vërtet individuale, domethënë si në të rastet e shtazana, si të smundje tjera, për shkak ashtu që po duhet me kuptu si cilin person që na përballet, nuk jemi të gjithë njësoj dhe secila grua, secila pacienti ka kërkesat e veta dhe ka nevojat e veta si për trajtime, në kuptohet domethënë si për sqarimet e nevojshme që janë. Ashtu që unë po mundona me dhënë maksimumin tem, edhe shpresoj që nuk i kum zhgënjur. Asnjëherë, sepse është shumë e rëndësishme. Unë ata që më njohin e dinë që përmes emisionit përveç edukimit që mundohem të ndaj të audienca, mundohem shpesh edhe të bëja të referimin e drejtë të mjekëve. Unë kam një gamë të gjerë të ginekologëve të cilët i referoj edhe që me të vërtet janë pjesë e artë e shoqënisë tonë, janë ndërta janë edhe ju, doktoresh Drita. Por që nuk do të flasim për shtatzanat, pavarësisht që në studio e kemi edhe një shtatzanë, Lenën atje, cilën e përshëndes dhe do të shihemi pas pak Lenë me ty. Na do të flasim për kancerin e qafës së mitrës, që fatkeqësisht është në rritje si numër, por fatmirësisht është vëdësimi më i lartë dhe po diagnostikohet më herët. Shumë teme qëllume e sëran se me të vërtet kanceri qafës mitrës është kanceri i dytë i grave në organet riproduese që është shkaktar për vdekjen e grave. Edhe si e përmend edhe vetë, është shumë e rëndësishme që të zbulohet me kohë. Gjithmonë kena diskutuar dhe gjithmonë e kena përmend në përgjitha emisionet, në përgjitha ligjërata që kemi marrë deri tash si sa më herë që zbulohet, domethënë jo vetëm të kanceri qafës së mitrës, por të gjitha smundjet tjera, sa më herë që zbulohen, aq edhe më lehtë edhe trajtohen edhe kanë trajtimin shumë më të suksesshëm se sa kur të zbulohen me fazat e avancume. Edhe siç e cek edhe vetë, është një sëmundje që për fat të keq është në rritje. Ka shumë faktorë që ndikojnë në rritjen e shfaqjes së kancerit e qafës së mitrës, po në anën tjetër i kemi edhe anë pozitive se vëdësimi i grave është secilin çdo ditë më tepër është më i lartë, ashtu që gratë me kujdesin, me vizitat adekuate në periudha adekuate, domethënë janë ato që në realitet ndikojnë për zbulimin e hershëm të kësaj smundjes. Vitin 2020, do më thonë dikun Kosovë, se si pas danëve që i kom lexuar, kanë qenë dikun për 100 raste të reja. Në vitin 2022, do më thonë 140, vitin e, do më thonë që tash vitin e fundit në s'ka bajt, do më thonë kanë qenë 200 raste të reja në Kosovë, që është një numër në realitet shumë i lartë. Unë po flas për rastet të cilat trajtohen në Kosovë dhe të cilat janë të zbuluara në Kosovë, pas mos flasme për raste tjera që ndoshta që kanë shkuar në trajtime dhe jashtë vendit. Do thotë, është një sëmundje që në realitet është mjaft serioze edhe kërkon sqarim edhe kërkon normal me informata më dhënë të gjitha atyre që na shikojnë sepse është kaq i rëndësishëm me një farmëri të zbulohet me kohë. Doktoresh Dritë, përveç zbulimit me kohë që do ta flasim edhe simptomat, pse është një smundje kaq e prezente? A kemi shkaktar të jashtëm, a shkaktar të brendshëm? Shumë shkaktar janë në realitet për shkaktar të kancerit të qafës së mitrës. Në 90% rasteve janë infeksionet e shpeshta, sidomos me human papillomavirusin. Human papillomaviruset janë për 100 lloje, për shembull për tyre pa ata që janë me rrezik të lartë, është 6 meçi, 8 meçi, domethënë nuk janë edhe nështë edhe qaq relevante për shikuesit tona, po është një diçka që virusat janë, infeksionet me human papillomaviruset janë aq të shpeshta për shumë arsye. Në moshat pat më të shtyme, domethënë kanë pas kontakte marrëdhënie seksuale, domethënë vetëm ndoshta me një partner.
Tashti gjeneratat e reja nuk jam të pajsu kërkan, do më të nuk du mu keq kuptu diçka, mi po thjesht po du me sqaru se për çfarë arsye kemi kaq shumë infekcione me human papilloma virusat. Sepse, marrëdhëniet zhvillohen shumë herët, edhe normal që tash koha është më ndryshe dhe nuk është, do më thonë nuk bëhet vetëm me një partner, po të sigurisht edhe me partner të ndryshëm. Edhe kjo është shkak për ato që poni nuk e kom pas. Kjo është shumë normale që ti nuk e ke pas me një familje, po për shkak rrethanave tjera, do të thonë ndikojnë që human papilloma virusat me një familje mo shfaqin organizmin tonë. Nëse organizmi i gruas, po jo vetëm të gratë, human papilloma virusa mund të me shkaktu kancere edhe të mashkujt. Edhe nëse do më thonë organizmi ose gruaja është ma e kujdesshme, do më thonë e mba një jetë ma të shëndetshme me një familje, dhe po sigurisht, do më thonë mundet me ngrit nivelin e imunitetit vetë edhe me ngritjen e imunitetit vetë mundet me qenë edhe shkaktar për eliminimin e këtyre virusave, do të thonë diçka që është shumë pozitive. Po tash ta marrë me një gjë tjetër, për shembull, gruaja edhe e ka human papilloma virusin, edhe tash nën tjetër, do të thonë e përdor cigare. Tash më thonë po pse cigare? Po pse cigare, pirja e duhanit edhe substancat që janë në nikotin, do të thonë nikotina dhe substancat tjera i shkatrojnë qelizat të cilat në realitet e regjenerojnë pjesën e qafës mitës, do më thonë edhe i shkatrojnë, do më thonë qelizat e cilat në realitet e ngritin imunitetin tonë. Lodhjet, shtresi, gjitha që to me një familje, do më thonë, na ma që jeta duhet vazhdoj dhe na ma që na patjetër, do më thonë, duhet me punu dhe jemi të ngarkuar dhe me shtresëm e ti. Po janë disa gjëra ku në realitet, do më thonë, na si persona, si gra, mundemi me ndiku. Që i shkaktojnë më alo. Smundjet kronike ndoshta. Tashti nëse kemi për shembull smundje diabeti edhe infeksionit me human papilloma virusi. Sigurisht që gratë të cilat kanë smundje kronike janë shumë më të ndihshme edhe kanë predispozicion më të lartë për mu infektu për shembull për këtyre viruseve se sa ndoshta dikush tjetër që nuk i ka këto smundje. Yndyra, të pesha e tepër për shembull, problemet, është ndoshta në gjandra tiroide direkte, po nëse po du me lidhë gjitha gjana se sa janë të lidhë me njëna tjetër. Nëse do më thonë gjandja tiroide nuk kontrollohet ose nuk trajtohet, ndikon të imuniteti, bjen imuniteti, infekcionet janë shumë aq shpeshtja. Smundjet, infekcionet e ndryshme që transmitohen përmes jo vetëm human papilloma virusat, po për shembull, kur kena biseduar edhe shumë herë më herët, klamidia, uroplazma, mikoplazma, sepse të gjitha çeto infeksione, faktikisht kur të infektohet qafa mitës, e damtojnë strukturën, e damtojnë, do më thonë, qelizat e cilat janë shëndosha, të cilat në realitet e kanë rolin për mi eliminu, do më thonë, virusat që janë atë. Para se me kalu të kanceri qafës e mitës, po nalim edhe pak të HPV-ja. Do me thonë, kjo shkaktohet përveç marrëdhënieve të pambrojtura dhe me partner të ndryshëm, edhe për arsye të ndryshme të cilat i përmende. Po, edhe për arsye të ndryshme. Që mos të ndihen keq, mos ta mshefin se të një fshehje dhe mos trajtemi HPV-s. Unë edhe në fillim e thash, jo që po tamam puna me fajsu dikani. Po çështja është që vetëm me di se në çfarë mënyra të më thonë mundet mu infektua dhe se sa unë mundet me qeni rrezikshëm. Po, ndërkohë që vaksina e cila fatmirësisht më në fund është edhe në Kosovë dhe po ipet tek 12 vjeçaret, nga ju rekomandohet për prindrit që t'ja japin. Gjithsesi, unë e kom cik dhe na për emisionet e tjera që dhurata më e mirë për një vajzë, domethënë është në realitet është vaksina kundër HPV-s. Në fillim, kur u prodhu, ka qenë kundër 3 virusave, domethënë tani më së ka dalë me 4, edhe tash në botë në perëndim përdoret domethënë edhe kundër 9 virusave, domethënë që është diçka jashtëzakonisht e mirë. Një diçka që e kom cekër dhe nga për ligjërata tjera, për shembull është rasti i Australisë, dhe kom pas shef edhe këtu të ju me postu, po që kom haru me marë, dhe thotë, në Australi përdoret vakcina prej 2007-ës, me thonë. Edhe aty po parashifet që deri në vitin 2035, po ndoshta, me edhe nëse arritë, dhe më thonë ajo, deri në vitin 2028 me zhduk kancerin e qafës mitrës. Sepse, çfarë mrekullie, dhe më thonë, sa është kur erdhen vaksinat në Kosovë, kom pas thirrjet të shumta prej nanave. Domethënë, mas pari prej shoqeve të vajzës time që kam për shembull dhe ajo është tash 16 vjeçare, por në atë kohë kur e ka marrë vaksinën edhe ajo, domethënë kanë qenë pyetjet, po mos është e dëmshme, mos është e rrezikshme kjo vakcinë,
edhe nëse mas nesër mundet vajza me një familje me kriju familje. Gjitha përgjigjet janë domethënë që po domethënë as nuk është e dëmshme, as nuk është e rrezikshme. Edhe çdo njëri familje. Gjithsesi, po them domethënë në Australi domethënë që 35 vite jepet domethënë vakcina. Edhe çka do të thotë për shkakun se sa është smundje më të vërtetë jo e mirë, tema si soja domethënë edhe smundje është që nëse më të vërtetë gruaja e zhvillon kancerin e qafës mitës, domethënë ka trajtime jo të mira, me rezatime, kemoterapi e tjera. E për çka krejt gjitha që kjo bisedë për këtë arsye kam dëshirë me citate kur ta thirrë unë ajo vjen me gjithë shef, sepse për një vaksinë, domethënë sa mundën me ndiku te jo vetëm te vajzat, po edhe te shoqëria, domethënë edhe vajzat, domethënë gjitha vajzat, për mendimin tim se vakcinat ndoshta janë pak, po janë shtrejta. Po është një diçka që më të vërtetë është shumë e mirë edhe për vajzat, po tash edhe për djemë, sepse kjo bartet, domethënë si te vajzat, si te djemë, edhe ashtu që nëse kemi mundësi si shtet, domethënë kishte me qenë diçka fenomenale që edhe e kanë marrë dozat e para, po këto nuk mjaftojnë, domethënë do të më dhanë domethënë edhe një dozë tjetër me një familje për me kriju imunitetin e mjaftueshëm përmes mu infektu për më mbrojtë. Tërse 90% rasteve në realitet shkaktar janë homa papilomavirusat. Dhe padyshim që duhet me vlerësu si dhuratën më të mirë të shtetit që e kemi, sepse kjo u dashur mati me e kanë pjesë e gjeneratave, por fatmirësisht tash ka ardhur, tash duhet më shfrytëzu. Është shumë e vërtetë, po jo vetëm vajzat, domethënë që duhet na për shkolla, tash domethënë dikush i thotë po ne tash kam 20 vjeçare, kum kalu moshën. Sidomos vajzat, domethënë para marrëdhënies së parë, domethënë ato e ka efektin jashtëzakonisht mirë për shkak. Po edhe në disa raste tjera, kur i kemi pacientit të cilat janë të infektuar me human papilomavirusat, edhe me marrë vaksinën për ato, domethënë edhe ajo ndikon në mënyrë pozitive në zhdukjen e infeksionit me human papilomavirusat. Do të thotë jo vetëm vajzat edhe djemë që duhet, po edhe nëse kemi raste gratë kur janë të infektuara, të cilat janë infektuar, është mirë me marrë. Tash sa kemi mundësi si shtet, ajo është diçka tjetër. Ama në realitet domethënë për që është e mirë, për që është e nevojshme, po. Është mirë edhe kur të infektohen gjatë trajtimit me e marrë vaksinën. Ndërkohë që mos ta krijojmë panik tek gratë dhe vajzat, ato të cilat janë të prekura apo të infektuara me HPV, jo domosdoshmërisht preken edhe nga kanceri i qafës së mitës, por janë më të rrezikuara. Absolut jo. Edhe çka është pozitivja që një paciente do të thotë që është infektuar me human papilomavirusin, është e vetëdijshme për rrezikun që e ka, edhe personalisht, se po në moment që po marrin informata, po dhe normal që është edhe detyrë e mjekut mja sqaru për shemb. Kur e kemi na nën kontroll, atë tani në që edhe me analizat e duhura, domethënë për seritjen e infeksioneve, domethënë strishove që i marrim aty, me marrjen e paplesit eventualisht e tjera cilat i takojnë këtyre ekzaminimeve, mundemi arrim me zonës me thonë të asisoj smundje në atë nivel që edhe me kota një mundemi me reagu. Nëse unë e di që pacientja është infektuar me human papilomavirusin, edhe të është e mani pap test, do më thonë më delë mirë, e marë pap testi mas 6 muajve ka ndryshime, e për cili mas 2 muajve ka ndryshime tjere. Unë nuk e la ato matutje më zhvillu, dhe më thonë në intervenoj, ose sigurisht, ka dhe medikamente ndryshme që mundemi me marë, dhe më thonë edhe ato për fatmiri kanë prunë Kosovë, kjo është dhe më thonë një, po dhe dyta me intervenime të ndryshme. Dhe më thonë nëse shumë që ka, duhet me ba eventualisht një kolposkopi, duhet me ba eventualisht një biopsi, edhe rezultatet e kësajna neve na orienton që më thonë na më smelan me zhvillu deri të kanceri invazivi qafës mitës. Kjo është një çka do të thonë se e kemi në kontroll, gjithë biseda që me tregu që na e kemi pacientin në kontroll numër 1, edhe dyta tash më herët që organizmi i gruas, nëse është i shëndosh, nëse ngrit në mënyrë automatike mundet me eliminu dhe më thonë edhe virus. Tash të para 2-3 dite dhe më thonë e patën një paciente cila 2023-ën, po 2023-ën ka qenë me qëta 3 virusa ka qenë pozitive, edhe para qka sot është e mërkur, po shtunën ja po marrë analizën i dule negative. Dhe më thonë është të shëruar, por që duhet për cilët edhe i rast. Po, sigurisht, se kjo apet mundet më reinfektu me një familje, mirë po lajmet e mira sepse e ka marrë terapinë adekuate me një familje edhe për shetë atashtë e kemi kontrolu, mirë po prapë se prapë do të me vazhdo me kontrolu. Dhe më thonë, një është vedia pacienteve, edhe dyta është kjo që na si mjek, si ginekolog,
kur e shohim që janë ndryshime të shkuar në drejtimin jo pozitiv, po janë të shkuar në drejtimin jo negativ, kuptohet që dhe me kohë reagojmë. Po, ndërkohë një vajzë e prekur nga HPV-ja e cila trajtohet nga mjeku dhe përcillet, a mund të planifikoj një shtatzani apo duhet pres deri në shërimin e plotë? Unë i propozoj që mos me planifiku, nëse i kemi, domethënë, nëse është mundësia, vajzat e reja, për tam domethënë dikon që jasit atëherë, domethënë tentoj që mos me tentu për shtatzani. Po në anën tjetër, nëse e kam unë një paciente e cila o shtatzon edhe është infektume me human papilloma viruset, nuk e ndërprej në shtatzani. Nuk e ndërprej në shtatzani, po mundomi me medikamente tjera, të më thonë ngritjen imunitetit e tjera, të më thonë që mësë me vazhdu të më thonë shtazanin të rritë. Po në këtë rast nuk ka lindje normale pastaj? Këtë në varë për situatët, këtë nuk mundë me thonë ashtu se me siguri që jo, nëse gjendja qafës mirës dhe më thonë është e dëmtume, se edhe vetë procesi i lindjes, dhe më thonë njani prej faktorë ose riziceve, ose gratë që janë më të rizikuara për kancerin e qafës mirës, janë edhe gratë që kanë pas lindje ma shumë, sepse qatë procesit normal të lindjes, dhe më thonë dëmtohet qafa mirës edhe të ato qërizat nuk kanë mundësi mu regeneru. Ashtu që edhe në këtë rast, për shumë nëse është ta zonë, edhe është infektume me human papilloma virusa, për me mësë me lendu qafën e mirës, ma shumë e referona një lindje me prirës i cesariane. Ndërkohë po kthehemi te tema bazë, natyrisht që kjo është nuk mundemi me ik asaj për me dalë tek kanceri qafës së mitrës. Çfarë simptoma ka një gru, një vajzë? Çfarë ndryshime ka në trupin e saj për me dyshu për një kancer të qafës së mitrës? Unë e thamë kështu, inshallah ku nuk i shumë shojmë atë ndryshime. Ajo është e para. Mirë po se kanceri qafës mitrës është një smundje më sheft. Edhe gjithmonë problemin e kam me pacientët që tonë po nuk po më dhemë. Më thonë nuk është qeshja gjithmonë, dhe më thonë me pas dhimbje pastaj dhe më thonë me shku te mjeku. Kur shfaqen dhimbjet, kur shfaqen dhe më thonë problemet tjera si kur që është për shamë një gjakderi që është jo normale, jashtë ciklit, një gjakderi që zgjatë 2 javë. Nuk ka gjakderi që është dhe më thonë për mendimin tem, kështu javë sharojët dhe pacientëve, nëse një gjakderi dhe më thonë zgjatë ma shumë se një javë, duhesh me ba një vizit mjekësore, nuk është pa tjetër me artë të drita. Të ginekologu, sigurisht. Edhe pacientëve të mija i thamë, nuk është pa tjetër me artë tone. E keni një problem, më thonë nuk është normale që kjo që gjatë qështu. Nuk është edhe normale me një familje dhe më thonë ti mas e ki përfundu ciklin, mas 2 jave prapu ki gjakderi shumë. Se tojmë do më thonë kam gjakderi me koagula për shamë, ose diçka tjetër. Po më si presmi që ato simptomet. Dhe më thonë po. Që kjo është ajo ana negative e kanceri qafës mitës, që kur ti shfaqet ato simptome, me siguri vish kam rinat për shkallën e avansume. Cilat janë ato simptomet e para, dhe më thonë gjakderi të leta, jashtë ciklit. Jashtë ciklit. Po, gjakderi të leta dhe më thonë jashtë ciklit. Ka në herë ka në par sekreti që ka një par arome pak këndshme me një mënyre. Ka raste për shumë dhe që kjo është karakteristike, nuk e di të qysh të shkove të fundit, më si për kry mardhani të qysh po për lyhne, diçka, dhe më thonë diçka. Janë të gjana, për shumë që tu janë ato t'jeshtë, ku ti që aty mundështë, dhe më thonë, me ba vizitën edhe me marë që të analizën e paptesi sa me miliona herë kina përmend me një mënyrë, sepse është baza që sajna edhe mundemi me ku me reagu. Kur shfaqen dhimbjet e pelvikut, ose kur shfaqen për shkakun dhe më thonë problemet me gjaturinimit, dhimbjet e tjera, ose problemet dhe më thonë edhe me nevojë të madhe, se zakonisht kanceri qafës mitrës dhe më thonë përhapet në pjesën shkon ka mitra, ka pjesa vaginale dhe më thonë e përfshin tani dhe më thonë frisën urinare dhe ka zora trash. Dhe më thonë që tojnë edhe më thonë ajo lokale. Në sipërfaqe të gjanë. Atëherë tani shfaqen qëto simptome. Gjakderi dhe më thonë, gjakderi e madhe, dhimbjet edhe gjaturinimit atë. Edhe gjatë marrëdhënieve. Po, edhe gjatë marrëdhënieve. Po në anën tjetër, është gjithmonë një gjakderi që cila është dhe më thonë jashtë ciklit ose diçka gjithmonë barabartë me dhe më thonë me kancerin e qafës mitrës në malë që jo. Dhe më thonë ato do të me ditë. Po cila është qeshtja? Qeshtja është që kjo që nëse është një gjakderi ma gjatë se 7 ditë, duhesh me ba një vizitë, dhe më thonë duhesh me sqaru. A është për shembull diçka që vjen prej qafës mitrës, dhe më thonë jo, apo është pyetje në afar infeksioni, apo është pyetje dhe më thonë që i ki ndoshta najtësisë që është këtë e thjesht diçka që nuk kena nevojë mos shqetësua absolut, apo është për shembull në fat problemi hormonal. Dhe më thonë, jo çdo gjakderi që paraqitet është barabartë me qafë. Edhe jo çdo dhimbje me një familje dhe më thonë probleme që kanë gjaturinime që thamë, po duhet me eliminu. Unë gjithmonë kom thënë, dhe më thonë, kërkushi nuk e ka frikën për të mirave. Gjithmonë ju frigo me gjanave që janë të këqija. Dhe për që të arsye, dhe më thonë, kur ka diçka që s'është në rregull, si cila grua, si cila vajzë, e një organizmin e vetë. Më thonë, edhe din se
përderi që tash unë që 15 vjet, 20 vjet e kam ciklin, dhe më thonë edhe gjithmonë e kam pasur që tash çka ndodhi. Më thonë, atëherë për këtë arsye, kur shfaqet një problem, dhe më thonë, i cili nuk i takon asona që ka gruaja e ka përjetuar gjithmonë, atëherë dhe më thonë është mirë me bani një vizitë mjekësore për me pase ku po qëndron problemi. A konsiderohet simptom edhe çrregullimi, për shembull vonesa 2-3 muajshe? Ajo ma jo. Dhe më thonë, kanceri i qafës mitës nuk banë për shembull vonese. Zakonisht janë ato, ose ka çrregullime, dhe më thonë, hormonale shumicën e rasteve, ose mundet me pas ndonjë cistë e cila për shembull, varësisht personit se çfarë është. Po jo, vonesa e ciklit, shumicën e rasteve janë qëto sekrecionet e ndryshme, dhe më thonë, ose një gjakdjede që në fillim është këtë lejtë, dhe më thonë, në grëtë hajpi se s'është kur gjatë. Dhe më thonë, dhimbjet, edhe gjatë marrëdhënieve për shembull, dhimbjet gjatë ciklit, edhe si u thash sekrecione me në pararome. Në ndërkohë, me që përmendëm pak më herët te HPV, apo të pyes edhe tek kanceri i qafës së mitrës, çka nëse një grua shtatzon diagnostikohet me kancer të qafës së mitrës gjatë kontrollës? Gjatë kontrollës. Këtë mbarë prej asane, dhe më thonë se çfarë gjendje jemi, dhe më thonë, numër një, dhe më thonë se çfarë shkallë e ka kancerin, dhe më thonë, janë të rralla se nëse kanceri i qafës së mitrës është më i avancuar, ai nuk mundet me shtazon. Aha, okay. Dhe më thonë, kjo është ajo se. Po pra, nëse shumë që ka një farë ndryshimin qaftë mitrës, edhe faktikisht është ta zonë, tashti nuk mund të me thonë që kjo është të rregull për shembull, nëse gruaja ka veç familje dhe është ndoshta fillimisht shtazanisë, tashti qëllimi është me shpëtuar jetën e gruas. Do të thonë detyrohemi ndoshta me ndërprish shtazanin. Po kena pas edhe raste tjera, tashti po dal për dikon këtë tjetër, do të thonë, të jetin që punon në Gjermani. Unë e kam pas gruan, do të thonë që ka pe Kosovës, u kanë shtazan, edhe ka pas kancerin e jo qafës mitrës, ose ka pas kancerin e gjirit. Edhe në atë njëjtën kohë, për me arrit një moshë të bebës, që për me mujt beba me lind, dhe më thonë grusi kena dhënë kemoterapi. I keni dhënë? I kena dhënë kemoterapi. Edhe faktikisht kanë shpëtuar të dytë, edhe beba edhe gruaja. Pa e ndërprish shtazanin? Ndërprish shtazanin. Amo ti duhet vetëm shumë hendu në më tjetë dikon tjetër. Vetëm se është me rëndësi me ditë çka ban edhe çka nuk ban. Më thonë unë e thash, për shkak asana që gruaja është shtazon, unë nuk mund të me lanë me avancu kancerin me një farë mënyrë, dhe më thonë edhe për me, edhe tani më vdek gruaja e knena këto. Po duhet gjithmonë me gjetë një farë mesatare, dhe më thonë balansi. Edhe kjo të më thonë nëse gruaja është me kancer qafës mitrës edhe është shtazon, varësisht për gjendjes. Nëse është për shembull shtazania pare dyta edhe të më thonë që është java për 20 ose diçka, do të mundohemi me dhënë një terapi ose eventualisht me operu me një farë mënyrë që pas me lanë kancerin do më thonë më zhvillu, derisa ta arritmi pjekurin e shtazanis me një moshë, ku na e dina që ky fëmijë mundet me mbjetu dhe tani vazhdon procesin e trajtimit nanës për shembull. Po për tash edhe një herë, kjo gratë të cilat e kanë kancerin e qafës mitrit me një shkallë të avancume, ato ashtu se nuk munden me shtazon, për shkak ndryshimeve hormonale që ndodhen aty, po dhe për shkak dëmtimit të qafës mitrit me një farë mënyrë, domethënë që janë aty faktikisht tani ajo është ndryshimet e qelizave tjera të tjera që domethënë nuk e lajnë me mbet. Doktor Xhit, pacientët e kanë nivelin e vëdësimit pak më të lartë krahasim me vitet kur jemi njoftuar ne dyja dhe kemi fol për këtë tema që ndoshta edhe tabu shpesh disa prej tyre kanë qenë. Po nuk mjafton një kontroll dhe vizite thjesht ginekologjike për me nejt gati shëndetit. Sa herë në vit e rekomandohet dhe çfarë roli ka pap testi në diagnostikim të kancerit qafës mitrës? Kjo është, nëne përmena Australinë, dhe më thonë, është vakcinimi numër 1 dhe 2, dhe më thonë, vizitat e rregullt dhe pap testi. Nuk e di sepse gratë mendojnë që marrë një marrë pap testi, dhe më thonë, është me dhimbje para një jave, pata një paciente, jo nuk do me marrë, po pse nuk po do me marrë, dhe më thonë, se pas ke po që 5 vite, pse nuk po do me marrë, jo se dhe, po nuk është e vërtet për shembull kjo. Edhe nuk e di, dhe më thonë, se sa është se me qatë ndryshim të vogël, na i rina punës gate që thonë pleqët edhe me një farë mënyrë, dhe më thonë nëse faktikisht se nëse na nuk e zbulojnë ati nuk mund është edhe me trajtu. Amo që qelizat e parët e cilat ndryshojnë, vrehen realitet në pap test. Edhe tani varësisht prej rezultate se që është delë. Të rezultate mire, bojna një vizit, unë zakonisht ja preferoj një herë vit, besoj që është shumë e mjaftueshme me mund të jetë një ndryshim që nxinet një herë vit. Për një herë vit është e mjaftueshme, disa shtete në perëndim domethënë e bojnë çdo 2 vite, e kanë obligim, po ato kanë sisteme tjera sa të ekzistojnë sigurime shëndetësore tjera të tjera. E tashti, për shembull, e kam unë një farë ndryshimi edhe tash e kontrolloj ose e jap një terapi, mundohna me trajtu që ndoshta qatë infekcion ose që ka qenë arsye për shembull për ndryshimin e këtyre qelizave, edhe kontrollojna prapë dhe rezultati vetëm del keq.
Më thonë, apet nuk është fundi botës, apet më thonë nuk është e barabartë, më thonë nëse der rezultati pa abdestit diçka keq, më thonë që është e barabartë me një familje, më thonë me kancer invasive tamam puna. Jo, po është në diçka që neve na tërheq vëmendje që na do më thonë duhet me bë edhe diçka tjetër më tepër. Çka duhet me bë tani më së mati? Do të thonë duhet me bë ndoshta një kolposkopi, është një ekzaminim i qafës midis e cila këqyret me një farë zëmadhuese me një farë lupe, edhe do të thonë gjyroset edhe mirët një pjesë e biopsisë. Asona edhe biopsia është më e saktë se sa që është paptesi, se paptesi është do të thonë vetëm sipërfaqe, ndërsa biopsia do të thonë është një pjesë e qafës midis e cila kontrollohet tani me mikroskop. Edhe mbarësisht prej rezultateve që na vinë, vendosmi se çka me bë matutje. Nëse unë kam për shembull që tashti një kancer qafës midis e cili hala nuk e ka të kalu membrana, domethënë ai thonë karcinoma in situ, edhe është gruaja 40 vjeçare, për shembull domethënë e ka 45 për shembull, për thamë se diçka e ka përfunduar planifikimin e familjes e tjera, sigurisht që aty domethënë them hajde pe operojna më mirë, pe hekme çat pjesën që mos me rreziku për shembull domethënë me nëse të len çato qelisa që të mundën me kalimin e kohës për shembull me zhvillu kancerin e qafës midis, kështu që është më e sigurt edhe më e mirë me një familje me operu. Po pra tash nënën tjetër e kam unë një 28 vjeçare, e cila domethënë hala nuk ka fëmijë. Atëherë kuptohet që domethënë një me terapia, edhe me vaksinë nëse e kemi të mundshme me një familje, po edhe tani nënën tjetër është konizimi, një pjesë domethënë nuk heqet komplet qafa midis, po është vetëm një pjesë e qafës midis e cila operohet, edhe tani kuptohet kontrollat e shpeshta. Do të thotë edhe terapia e gjitha çetune ndryshime, gjitha çetune problemeve nuk mund të më thonë po çështo ashtu se si, po krejt është domethënë individuale mbasi shpresoj. Po, se me që përmende këtë pjesë dhe normalisht përveç parandalimeve, panikës që shpesh mundemi me tinglu me përgjigje, edhe lajme të mira japim. Ka gjasa normalisht nëse parandalohet dhe diagnostikohet herët, që me u shpëtu dhe me u shëru dhe me pas fëmija jo gru. Gjithsesi që ka shanse se në shumë raste, sidomos fazat e hershme, do më thonë, kemi thonë, një ditë e pata një tash po thamë jo eksperiencë për band veten, edhe ishke një ndryshim, edhe statistikat që të regojnë botë, do më thonë që janë po studimet në botë gjithka, quhet një askus një farë ndryshimi qelizave për shembull ato kolegët e dim për shembull se çka si. Kur mos me kontrollu qatë rezultat për 10 vjetë, për 10.000 grave, veç njona mundet me zhvillu kancerin e qafës midis. Unë edhe qato një s'pëdu me lanë. S'pëdu me lanë, qato një. Të pak të një... Edhe qato një, krejt që to, edhe qato një rast që mundet më zhvillu, nuk pëduna me lanë më zhvillu. Sepse kemi mundësi me parandalu. Kemi mundësi, se ku që shë përmendu me to me qëto, për që të arsye janë, edhe është e rëndësishme që për paptesi që për përmendu. Po, ndoshta viteve të më hershme, për gratë më të mëshunën, nuk ka qenë pjesë e diagnostikimit edhe sonda e cila është vaginale. A mundet me ndihmu dhe kjo, për shembull s'ka me bani pak test, por mundesh me dallu një ndryshim për me sondës? Jo, mundet do shta me pa, po kisha pas dëshirë që kur mes me pa vetëm me sondë vaginale. Se është vonë? Se është. Dhe më thonë ndryshimet se cilët vrehen, dhe më thonë për mes ultrazonit realitet janë veç një shkallë, se është qëllimi dhe më thonë i paptistit, se ti një qelizit cila sukur kur i palojnë, dhe më thonë gjana, dhe më thonë edhe deni për shkri prej vendit, dhe më thonë i qelizit, dhe më thonë e cila visa e ka fillu diçka me ndryshu, që ato na po do na me zbulu, që përmes me vazhdu, ajo me prish a strukturën normale qelizave që ndodhën në qafën e midis. E kur e shot përmes ultrazonit atëherë, atëherë tani nuk mundemi me ba si palëshime, po në realitet me marrë kemoterapi, do të me ba rezatime për me zvoglu, që tani me shku me kirurgji. Tani me shku, do më thonë, me operacion. Ato janë pak rastet po për fatë mirë janë rastet më të ralla, sepse sukur që shë e ceke, do më thonë, vedisimi është dhe na po kemi mundësi, kemi, do më thonë, gjdo konë, edhe në Qikuk edhe çdo konë tjetër, do më thonë, nga për spitalet kanë mundësi, do më thonë, me ba që to intervenime që i përmenu, me ba që të farkonizimin që përmenu, nëse është të nevojshme, dhe me hek mitrën, do më thonë, duhet. Sepse, se prapë, do më thonë, shëndeti është, shëndeti i grusë është, do më thonë, kuptohet numër një, tani masanera vinë ato gjana tjera. Po, a ka një moshë që është pak më e rrezikuar për kancerin e qafës së mitrës? Po, sidomos më gratë, do më thonë, dikon prej moshës 30 deri moshën 50 vjeçare. Po tashti e përmendëm fillim për shkak kvalitetit jetës, për shkak infeksioneve që kena mundësi një familje janë ma disponueshme, ose mundësit janë për infeksionet e ndryshme,
më thonë kjo nuk është ai qëllimi, po prapse prapë, më thonë e propozoj nëse një vajzë prej moshës 18 vjeçare, më thonë ja fillon me pas marrëdhënie, më thonë është mirë me bani pa pres një herë vit. Një herë vit për me largu gjitha qëtën e bisedeve që tham, gjitha qëtën e problemeve që mundën më shfaq. Po, sepse nuk e di nëse është met apo e vërtet, po për shembull shumë shpesh thuhet që ma në predispozit janë gratë të cilat gjatë moshës, prej moshës së re, kanë pas partner të ndryshëm. Është e vërtet, sepse mundësia për mu infektu me human papilloma virusin është shumë e lartë. Edhe kuptohet kur të ndrohen partnerët, jo që thamë edhe njëherë, nuk është qëllimi me fajsu, është vetëm sharrimi, sigurisht bëjnë marrëdhënie të mbrojtura. Pikërisht që kjo, me pasë më thonë marrëdhënie të mbrojtjeve për shkak për ato, se mundësia, nëse ja fillon më herët edhe kuptohet që ekziston mundësia për me ndru partner, edhe kuptohet që domethënë mundësia edhe është edhe për më infektu shumë më e lartë me çeto far human papilloma virusat. Po tani në anën tjetër, numër 1, marrëdhëniet e mbrojtura, edhe numër 2, domethënë vizitat e rregullta janë ato që na ndikojnë për mos më shfaq problemet ose mos më shfaq domethënë infeksionet e tjera në qafën e miqës edhe mos më zhvillu kanceri i qafës miqës. Normalisht na i kemi parasysh edhe pyetjet që na dërgojnë shpesh shikues, i përmendëm të dyja këto pyetje që po t'i tham tani, por që le t'ja u sqarojmë edhe një herë. Njëra është a është do herë kanceri i qafës mitrës që përfundon me fatalitet? Jo, edhe tjetra është a shërohet. Domethënë në të dyja të përgjigjem, por ti përmbledhim. Për fat mirë dhe mundësit për terapi, edhe sikur me qenë ma i avancuar. Domethënë tash kanceri i qafës mitrës domethënë ka çet karakteristikë që më shumë domethënë jep përfshirjet në pjesën e pelvikut. Edhe nëse kemi një moshë ku planifikimi, sidomos planifikimi i familjes, domethënë ka përfundu, atëherë bëhet një terapi radikale, domethënë terapi operacion radikal, ku heket mitra, heket qafa mitrës, domethënë heken nyjet limfatike për shembull, domethënë eventualisht varësisht prej llojit, mundën edhe mu hek edhe vezorët, me kemoterapi me rezatime, domethënë gjazat e një mënyre për me mbijetu, domethënë janë me të vërtet larta, po me trajtime adekuate, se kemi edhe që si rase, për shembull, domethënë ku gratë për fat keq nuk me do hajse ndoshta nuk është kurrë, hajse ndoshta më kalon për shembull, çështo edhe tani ajo si se çdo herë domethënë edhe kuptoj sidomos në ato faza, po tham për fat mirë nuk kemi edhe raste të shpeshta ku këto llojet e kancerit kanë ndonë edhe metastaza në organet e si për shembull moshkni ose melçi ose tjera të tjera. Tani kuptoj që shansa për trajtim domethënë shumë shumë e vogël, po është më e vogël sepse kemoterapi të ndryshme janë më trona, më zorshme për shembull tjera të tjera. Kështu që pyetja që ka qenë që është e shirueshme, gjithsesi nëse diagnozohet. Po nëse sidomos nëse diagnostifikohet me kohë. Po, një tjetër pyetje që absolutisht pavarësisht që ne mendojmë që vjedisimi është i lartë, nuk duhet i gjykojmë sepse jo çdo kush prej neve mund të jemi mjek, mund të kemi një uri dhe jam shumë e lumtur që pyesin edhe dojnë me qartësu dilemat kokën e vet, se kur nuk ka pyetje pa lidhje. Absolut. Asnjëherë. Edhe unë shpesh këtu dalë cilësinë e pacientit edhe i bëj pyetjet nga më të ndryshmet. Edhe çashtu edhe duhet, sepse mbas që në pyetjeve në realitet ju na jepni informata, po do na jepni informata se ndoshta një diçka sikur që tha pyetje pa lidhje ose diçka, domethënë vetëm një fjali për shembull, jo vëlla unë po kam dhimbje që tash, domethënë përpara kur më ka ardhur cikli s'kam pas dhimbje, po që tash kohë të fundit që po kam dhimbje, ose përpara doktorisht në kurs s'kam pas dhimbje për shembull gjatë marrëdhënies që tash si di se çka kam. Domethënë ose po edhe na duhet me pyet, domethënë përveç domethënë që pacienti domethënë duhet. Po kur s'din pacienti me pyet? Sigurisht, domethënë është obligim edhe i joni, edhe me sqaruar çdo gjëna, mirë po që ta pyetje pa lidhje, asnjë pyetje nuk është pa lidhje. Që sa më shumë informata që kemi, sa më shumë domethënë që neve na tregojnë gratë të cilat janë përballë neve, domethënë na çaq më lehtë mundemi mu orientu deri te diagnoza e saktë. Domethënë tash edhe një herë nuk është gjithmonë domethënë një gjatë zgjedhje ciklit e barabartë për shkak me kancerin e qafës. Po do të më eliminu se rrezik. Po kur të më thotë për shkakun që më ka dhimbë çetonën që to në një mënyrë domethënë si më ka ardhur cikli për shkakun që to më ka dhimbë, domethënë zakonisht mendoj për shkakun që është një cistë, nuk e tham për shkakun ma sa më keq atë se pas ke çertu diçka. E kështu që janë çeto pyetjet hala më mirë, na unë jam shumë e lumtur me një kur ta pyesin, kështu që lirisht. Një pyetje tjetër që po du se s'mundemi krejt këto pyetje me lexu, por disa prej tyre që janë më të shpeshta. Mioma, a është kancer apo çka? Absolut jo. Miomi domethënë kur nuk u ka kancer, edhe nuk mundet më kanë, edhe është një ndryshim. Miomi është një
pjesë e muskujve të mitrës. Mitra i ka fijet e muskujve longitudinale, gjata. E miomi është, do më thonë, vetëm e ka strukturën pak më ndryshe. Kur unë do të me trajtu miomin, do më thonë për shembull, do më thonë shumicën e rasteve trajtohet me vetëm operacion. Në Gjermani kena bërë studime ndryshme, kena me ultrazot të tjera medikamente çaptadione, ama miomi duhet më trajtu për 3 arsye. Një, nëse gruaja ka gjakderdhje shumë. Do më thonë se mundet më ndodhë qasje pozite që ka gjakderdhje shumë. E dyta, nëse ndodhet në qasje pozite, ku pengon formimin e shtazanis. Do më thonë, edhe treta nëse rritet. Do më thonë, nëse përcjellmi e shumë për herë parë, edhe çaptadione çfarë 2 cm, kontrolla e parë është dikon domethënë mas 1, 2 deri 3 muajve, nëse nuk rritet, domethënë nuk kena nevojë edhe me ngus, vetëm nëse rritet atëherë domethënë ose nëse i shkakton çdo problem atëherë domethënë do të me trajtu. Shumë mirë që m'ja qetësu kokën, se në siguri është njëra prej pacientëve që i ka thënë mjeku keni miom edhe ajo çdo herë e dim. Jo. Janë disa raste tjera, domethënë po ajo tani nuk është miom, po ajo është tani sarkom, domethënë është tani që ajo është lloj kanceri, jo lloj, po është kancer, po ato raste janë shumë të ralla. Për shembull, kështu që prej miomave nuk ka nevojë më friku. Më friku, normalisht duhet me trajtu, deri në fund. Duhet me përcjell gjendjen, edhe këtu kjo është individuale, nëse ka shumë pacientë që kanë miome, po nuk i pengon, nuk rritet, nuk është si të nuk kam nevojë, unë ato me operu për shembull veç pse ka qetë miom. Ama nëse ka disa raste që miomet janë shumë të vogla, po e kanë qasje pozite që shkaktojnë gjakderdhje, edhe të gjakderdhje të madhe, që gruaja tani bjen edhe pa gjaksi. Atëherë ato tani s'kena rrugtale tjetër përveç se me operu. Domethënë ashtu që, domethënë jo çdo njani, ose janë miomet në atë fazën për shembull, domethënë gruaja 50 vjeçare për shembull që e pres me hime me menopauzë, se kur nuk ka prodhime të hormoneve, miomet shkojnë të thatu, vyshk, edhe në ashtu që atë tani pse me operu gruan, domethënë kur ndoshta hin menopauzë dhe nuk ka nevojë absolut me trajtu. Megjithëse përmendje si shkurt, po prapë duhet me të pyet që me qartësu për gjitha shikueset tona, gratë cilat kanë pas më shumë lindje normale, a janë ta themi, a duhet t'jenë më vigjilente, sepse të gjitha duhet t'jemi vigjilente. Po, është e vërtet. Po, janë më të rrezikune, po e thamë një fjalë. Tralla kemi raste tash që më thonë që gratë kanë për shembull, ndoshta ka 7.000 sikur kanë pas për shembull përpara, domethënë ashtu janë raste të rralla, sot janë 1, 2, 3 eventualisht, domethënë ashtu që edhe 3 lindje normale. Po edhe nënën tjetër, a është tash patjetër me mendu që tash unë i kum pas 7 lindje edhe tash i kam me pas kancerin e qafës. Absolut edhe kjo jo. Sidomos përpara, edhe pse kanë pas lindje të shpeshta edhe të shumta, nuk kanë pas kancer qafës mitrës, se s'kan pas infeksione me human papilloma virusën, edhe kanë pas imunitetin më të lartë. Edhe faktikisht edhe nëse ka ardhur të çaj infeksion, në realitet organizmi i grave ma për gjysheve tona, për shembull ka qenë më i lartë, sepse edhe ushqimet kanë qenë më të shëndetshme, kanë pas aktivitete fizike tjera të tjera. Me thonë, ta hik mi frikën, jo gjithmonë, unë kam 4 lindje. A jam e rrezikune, po. Ai sigurisht që është ndoshta rrezik, 1% pak më e lartë, atë na thonë faktor. Ka edhe faktor tjerë për shembull, po jo gjithmonë. Unë veç na e bisedum që çka mundet me një mënyrë me ndiku ndoshta më shumë ose cilat janë rreziqe që e ngrisin rrezikun për zhvillimin e kancerit të qafës. Unë pra po e potencoj që të gjitha vajzat prej momentit të marrëdhënieve seksuale e gjatë gjithë jetës vet duhet të kenë shumë kujdes në kontrollat ginekologjike, një kontroll e thjeshtë, një pap test, analiza, nga më të thjeshta deri tek ato kur kërkohen për dyshime tjera, por nuk ka një moshë caktune ose nuk ka një numër të lindjeve që ta determinon ty rrezikun. Edhe një gjë tjetër që thotë më vajzat e reja. Mentaliteti i gratë. Unë kisha i kryta lindjet atë ashtë mundohën nuk do të me artë ginekologë. Jo, domethënë, përderisa janë prej moshës 2 vjeçare që kanë vajzat e vogla që kanë probleme, që mundën me pas probleme ginekologjike, për shembull, domethënë deri moshën 80 vjeçare, domethënë ka gra. Tash na prana bisedum sa do bisedum për kancerin e qafës mitrës, kanceri vezor, për shembull shfaqet në moshën më të shumë, 60-70 vjeçare. E tash jam thonë aty që zoni më ardha. Domethënë nuk është edhe kjo e kum planifiku, domethënë e kum përfundu planifikimin e familjes, që kry lindjet edhe tash me ato që përfundon lindja, më faktik lindja punti tani mundu nuk duhet me shku te ginekologu. S'është ashtu, edhe po shpresoj që domethënë edhe si cen herë më shumë vëdisohen gratë tona dhe për vetvetin e ka, do kuptohet atë çdo gjë që ka të bëhet ato, po kuptohet se jo vetëm që gruaja vun, numërni që gruaja ka të lashet edhe vun për problemeve që mundën më shfaq, për shembull, po kuptohet që janë edhe shpenzimet e ndryshme, për shembull, janë edhe familjar tjera, për shembull, të tjera. Kështu që për një diçka shumë të vogël, domethënë po mundesh me parandalu një proces
i cili kushton komedisë sa. Nga kjo një këshill bazike për krejt shikues tona, jo vetëm në planifikimin e lindjeve duhet shkoni te ginekologu, sepse doktorisht shumë shpesh ka vajza që marrëdhëniet seksuale i fillojnë ta zëm në moshën 18, po e marr si shembull, dhe në moshën 25 vjeçare planifikon shtatzani, është vizita e parë te ginekologu. Kjo është gabimi më i madh që vajzat e reja e bëjnë, dhe tjetri gabim që gratë në moshë bëjnë është që ai që thej, kemi i përfundu lindje dhe nuk ka më nevojë për ginekologun. Janë dy faza që neglizhohen dhe që nuk duhet të neglizhohen, sepse është pikërisht shëndeti i përgjithshëm i tyre aty në moshën gjatë prej kur fillojnë marrëdhëniet seksuale deri në ditën e fundit të jetës kemi nevojë për vizitat e ginekologut. Bashkështu është edhe kjo është se kuptohet atë që na nuk mundemi, si përmendet vetë, na të gjithë nuk jemi mjek. Absolutisht, as nuk duhet të shfaqim talent. Edhe unë domethënë edhe pse si ginekolog edhe unë nuk më ditë problemet për shkakun domethënë me kardiologjike të zemrës ose çfarë ditë diçka tjetër. Secili prej neve ka lamine vet, ai po kuptohet, po domethënë që na nuk mundemi për çfarë arsye ekzistojnë, domethënë duhet më shku. Unë shkoj edhe te stomatologu, shkoj domethënë edhe te ai tjetër me një familje, edhe shkoj bëj mamografinë të tjera, sepse secili prej neve ka lamine vet. Edhe për këtë arsye domethënë nuk është që vetëm ku duhen me mbi çfarë zonë si e përmendet, domethënë çatëherë edhe të shkoj baj vizitën e parë. Edhe tani vjen shumë minimum, domethënë tani duhet më thonë, valla po vjen kaç atë për shkak ose valloj për e keni poli për shkak atë domethënë duhet pa çfarë më për. E çush tash kjo ka ndodhur. Po çush tash kjo ka ndodhur sepse se na se kena po se sigurt kish qenë më herët, ndoshta nuk e shohën se pa pozitë që tash duhet me operu për shkak. Dhe që tash kena operuar një paciente domethënë për herë të parë edhe kë sa ke 27-28 vjeçare, domethënë dhimbja në aknina, dhe kish pas asi cistat mëdha, në dy vezorët, domethënë që ti kish milionë edhe pak, po për fat mi shoqja sona e ka detyruar me ardh, domethënë, edhe sot ka ardhur, domethënë mas 3 ditë u desh patjetër me operu, se domethënë ato cistat kanë edhe të mëdha, kanë shkaktuar dhimbje, kanë qenë si lloj për shkak që s'kan mujt më trajtu me terapi, se veç kanë avancu, edhe ti kish milionë edhe një koma gjatë, faktikisht kishin shku si cen herë të dëmtu vezorët për shkak. E po tash ti puni moti më ka thonë po çe unë çështoj e kemi na po prapë. Po me që përmendë këtë temë, megjithëse është tek tema e kancerit të qafës së po ka shumë ankesa dhe shumë raste të grave që kanë probleme me cista të lehta të cilat shpërthejnë dhe kalojnë lehtë me terapi dhe cistat të cilat duhet të operohen. Çfarë kjo që përmendet domethënë kjo këto nuk janë kancerogjene, domethënë çdo cista për shkak domethënë cistat me endometriozë ose çdo cistat çokoladë që pitojmë na domethënë këto nuk janë cista kancerogjene, po dëmtojnë, domethënë shkaktojnë dhimbje shumë, edhe te dhimbjet gjatë ciklit, edhe mund të më shkaktojë edhe çrregullimet e ciklit, dhimbjet e barkut edhe kështu, dhimbje gjatë marrëdhënieve, edhe dëmtimin e vezorëve, me kalimin e kohës, domethënë mund të me pas edhe dëmtimin e vezorëve saqë këto operanti domethënë është shumë një pjesë e vogël e vezorës e cila ka mbet shëndosh për shkak asona që cista ka qëndru për shkak një kohë gjatë. Po jo të gjitha, tash domethënë në anën pozitive me një familje, jo të gjitha duhen me një familje domethënë më operu, se ka cista që janë vetëm me ujë, edhe shumicën e rasteve ato shpërthejnë në mënyrë spontane gjatë ciklit. Ka cista që janë të mushën pak me gjak, aty ne duhet ndoshta më dhënë edhe terapi me kontraceptiva ose tjera, edhe ka çdo cista për shkak që tash janë për shkak me si endometriozë, për shkak që dermoide të tjera apo ama jo të gjitha cistat domethënë është patjetër më operu. Po, edhe një pyetje të fundit sepse po ja afrohemi minutave të fundit doktorish. Zakonisht një smundje kronike lidhet me një smundje tjetër, një smundje shkakton, një smundje tjetër e kështu me radhë. Nga cilat smundje kronike ose nga cilat lloje të tumoreve që i kemi trajtu fatmirësisht shëru, duhet kemi kujdes që qafa mitrës është me atakune. Jo, kështu për shembull nuk më thonë që nëse për shembull e ka pas kancerin e mushnive për shembull diçka jo. Çështja është që gjatë smundjeve maligne secila që është. Mirët kemoterapia. Kemoterapia do opsion imunitetin, rrëmja e imunitetit, domethënë mundet me ngrit rrezikun për ato. Dy raste i kam pas këtu në Sajm Kosovë, domethënë që kanë pas kancer NG, edhe tash me kontrolla domethënë kena zbuluar që u zhvillu domethënë edhe kanceri i qafës miqës, po për fat mirë shumë mirë janë domethënë të dy pacientët janë tepër janë mirë si për njonës, si për kancerit të gjirit, si për kancerit të qafës së miqës, sepse kena zbuluar me kohë. Domethënë kena zbuluar në atë shkallën që u kon fillestare, kena hiq mitrin domethënë se gruaja ka qenë për 50 vjeçare, kështu që për sigurinë e saj ashtu. Po domethënë që nuk është nëse ti e ki kancerin e gjirit, domethënë je më rrezikuar për ato. Po në përgjithësi, domethënë smundja, se kuptohet domethënë smundjet që janë maligne, smundjet që janë kancerogjene,
kërkojnë terapijat me kemoterapia, cilat normale e zbret imunitetin edhe rami imunitetit, dhe më thonë është ajo që mundet me shkaktu, dhe më thonë infekcioni me humopapiloma viruset edhe kuptohet që tani ato munden edhe më. Një tjetër kategori e grave që kanë këtë shregullimin cikl pas ose gjakderdhje pas ciklit, janë gratë që janë duke hyrë në menopauzë. Munden edhe ato që me mos t'i friksojmë krejt. Po e thamë edhe më herë. Jo çdo gjakderdhje, domethënë është e barabartë me kancerin e qafës e mitës. Po çka po du unë me thonë eliminu si rrezik. Jo vetëm si rrezik, po çdo gjakderdhje që është jashtë ciklit ka nevojë për vizitë mjekësore. Që kjo është, domethënë, diçka që organizmin, kur na e njohim organizmin tonë dhe dim që gjithmonë ka funksionu që shto, domethënë, me gjithë se tashti edhe këto mos të dramatizojnë, domethënë, jo çdo herë na jemi gra gjalla edhe kuptohet që ka ndonjëherë me tra gripi mund të normal që edhe përdorimi medikamenteve me ndikute cikli për shembull. Ose nëse ti ki para provimit ose diçka ki stres, domethënë s'po dish më thonë nuk e ki domethënë jetën jeme ngarkesa tjera domethënë. Ma që dhe kjo mundet me ndikute të ciklit, ose me ta pak cikli pak ma heret, ose me ta më të vonon cikli për shumë, sepse organizmi jonë është i gjallë, dhe në kuptohet që gjdo gjallë mundet me ndikute që to. Apet po thamë, nuk është pa tjetër gjdo shrekullim që është i barabar. Po nëse kjo përsëritet, nëse bëhet edhe që të mujë dhe mujnë tjetër, atër me të vërtetë është diçka që duhet me sqaru se prej kahit po vjen. Po, edhe një pyetje të fundit që vjen nga shikues tonë, doktoresha Drit, dhe patjetër me që të kemi këto duhet të shfrytëzojmë deri në maksimum me krejt ato që janë të nevojshme. Sa janë të dëmshme dhe çfarë rreziku mund të paraqesin medikamentet që përdoren për shtyrjen e ciklut, se jeni në një udhtim, se keni event rëndësishëm? Jo, ato nuk janë, se ato përdoren për një kohë të shkurtë. Domethënë janë përdorimi, po nëse shpeshtohen, po prapë se prapë. Në perëndim përdoren kontraceptiva domethënë me vite. Domethënë se perëndimi e ka një vedi më ndryshme, atje vajzat ja shumë herë t'ja fillon me pas marrëdhënie. Tashti une ma llogari kam një vajzës 16 vjeçare, 17 vjeçare, për shembull me don kontraceptiva sa me pas një shtazënit e padëshirueshme. Edhe ajo përdor kontraceptiva ndoshta deri moshën për shembull 30 vjeçare kur vendos me pakrimin e familjes. Prej moshës 30 vjeçare për 35 vjet, unë personalisht nuk i preferoj për përdorimin e kontraceptiva. Është fjala diskutimi për përdorimin e rregullt kontraceptiva, se kjo për shembull që përdoret, unë jap kontraceptiva për një smundje, për një cis ose për diçka, domethënë ato nuk munden me pas aq efekte negative sa që me një mënyrë me ndiku të zhvillimit e kancerit ose qafës mitës ose për shembull domethënë ose edhe sidomos të kancerit gjirit, për shembull përdorimi i hormoneve. Po du me thënë që sidomos medikamentit që marrin gratë për shtyrjen e ciklit ajo përdoret 10 ditë, 2 javë, edhe përdor domethënë edhe një herë ndoshta mas 3-4 muajve është një dozë shumë e ulët e hormoneve të cilat ato përdoren, ashtu që rreziku përveç grave të cilat eventualisht e pinë duhanin, domethënë me ato gjithmonë jam më e kujdesshme me përdorimin e medikamenteve, se kombinimi i kontraceptivave për shembull domethënë edhe pirjen e duhanit e rrit rrezikun për trombozë, domethënë edhe ashtu që ato duhet me pas domethënë më kujdes, po disa raste s'ki rrugë dalje tjetër përveç se për mi dhënë çdo medikamente, ama në përgjithësi domethënë medikamente që mirën për shtyrjen e ciklit, se po tham përdoren ndoshta për 5 për 10 ditë përderisa është mbushim edhe ashtu që pa frikë. E di se të kam shpërnda pak kështu, por përveç temës tonë, u dashta mes mi umet bash shikuesve, sepse unë shumë shpesh e tham që janë ata të cilët neve na besojnë, na duhet mja vlerësu besimin, qoftë na si emision, qoftë ju si doktor, sepse kërkesat kanë qenë të mëdha që t'ju kemi në studio, doktoresh Drit. Dhe faleminderit juve që jeni. Faleminderit, është gjithmonë kënaqësi dhe më të vërtetë ato informatat janë të nevojshme. Po them, askush nuk frikohet për gjanave të mira, këtë kemi frikën gjanave që mund me ndodhë, që mund me kanë këqija, edhe për këtë arsye, domethënë më të vërtetë nuk pritoj, edhe pse po disa herë disa nuk vjen, po prapë se prapë për ty po absolut për juve me gjithçka. Përndryshe për këtë ata që munden me shpreh interesim, doktoreshën Drita Kabashi e gjeni edhe në klinikën e saj private në Suharik, dhe në Prishtinë tek klinika amerikane Behar Kusari që gjendet në Veternik afër rrethit të Çaglavicës. Doktoresh Drit, faleminderit shumë për kohën tënde, por mbi të gjitha për përkushtimin dhe profesionalizmin që ke karshi shikuesve tanë dhe pacientëve tu. Shumë faleminderit Saranta, dhe më të vërtetë ishte kënaqësi. Kënaqësia është e jona. Faleminderit. Dashur miq, kemi qenë kështu së bashku me ginekologën Drita Kabashi. Mos harroni të gjitha intervistat tona, të cilat nuk i keni nxjerrë prej fillimit të transmetimit në televizion,
i gjeni në kanalet tona në rrjetet sociale, në YouTube, në Facebook, në Instagram, në TikTok, në portalin Familja Jon, kudo ku jemi të shtrirë me të njëjtin emër Familja Jon, mjafton me na kërku në rrjetet tona sociale, i keni bisedat e plota, i keni përgjigjet e shkurta, të ndara, ato të cilat mund të kenë një interesim pak më të madh nga ana juaj si pyetjet juaja, të cilat jemi mundu t'i ndajmë në emisionin tonë. Ndërkohë po vazhdoj me diçka tjetër atje ku përveç unë lumëturon edhe gjithë ata cilët janë të mirë në kuzhinë dhe që dojnë me jetu shëndetshëm edhe me ndru stilin e jetës përmes të ushqyerit shëndetshëm. Natyrisht mikja jonë Albulena Shabani Lazi çdo herë e gatshme aty për neve dhe për juve me na ndru shprehit nga ato të dëmshme për organizmin tonë që përveç që na bën të shtojmë peshë edhe na shkaktojnë sëmundje tjera, na tregon recetat shishme, të shpejta dhe të shëndetshme. Shkojmë te Lena bashkë.